Ilaria Sula, 22 vjeçaria që mungonte prej 25 marsit, është gjendur e pajet në periferi të Romës, ku edhe studionte. Shoqet e dhomës së saj ngritën alarmin pasi nuk ishte kthyer dhe policia, pas disa ditësh kërkime, e ka gjetur pajet trupin e saj të mbyllur në një valixhe e të hedhur në një gremin. Policia italiane deklaron se ka arrestuar ndërkohë ishte dashurin e saj dhe po punon për zbardhjen e veprimeve që qua në vrasjen e më pas zhdukjen për disa ditë të trupit të saj. Ilaria Sula, 22 vjeçe, banonte në Itali me familjen prej vitesh ndërsa janë me origjinë nga Cerma e Sipërme. Sipas të afërmëve të familjes Sula, familjarët jetojnë prej vitesh në Itali ku janë integruar në jetën sociale e ekonomike të vendit fqinj. Vdekja e saj ka lënë pa fjalë të afërmit e flamur Sulës, babait të Ilarias. Ata jashtë kamerave pohojnë se kanë qenë familjar të rregullt dhe banesa e tyre në buzë të rrugës nacionale rreth rrotullimit Çermës Divjak është e mbyllur pasi jeton prej disa vitesh në Terni të Italisë, rreth 100 kilometra nga kryeqyteti i Rom, ku vajza studionte. Të afërmit gjithashtu thonë se familja kthehej në banesën e tyre në Çerm vetëm gjatë periudhës së verës. Ende nuk dihen nëse familjarët do të sjellin trupin e vajzës së tyre për ta përcjellë në banesën e fundit në Çerm të Sipërme apo do t'i kryejnë shërbimet mortore në Itali, aty ku punojnë e jetojnë prej vitesh.